Shkolla profesionale industriale pavarësia po kthehet në një nga zgjedhjet e preferuara të rinjve që kërkojnë të ndjekin arsimin profesional. Interesi për degët që ofron kjo shkollë ka ardhur në rritje nga viti në vit. Edhe këtë vit, regjistrimet kanë shënuar një rritje me rreth 20-25%, duke vijuar të njëjtin trend pozitiv të regjistruar edhe një vit më parë. Sipas drejtorit të shkollës industriale pavarësia Gentian Boçi, një nga arsyet kryesore të këtij interesi është mundësia që nxënësit pas përfundimit të shkollës të dalin në treg me një profesion të kërkuar dhe të kenë më shumë mundësi për të punësuar. Deri më tani ndër degët më të preferuara nga nxënësit renditen elektroteknika dhe teknologjia e informacionit, të cilat kanë tërhequr edhe numrin më të madh të regjistrimeve. Regjistrimet në shkollën industriale pavarësia bëhen çdo ditë, pasi shkolla është e hapur çdo ditë edhe për të ndihmuar dhe orientuar qytetarët, të cilët vërtet mund të vinë arsim profesional, po rëndësi të madhe ka zgjedhja e një drejtimi të caktuar, i cili përputhet me ato që do dhe di. Ndoshta nxënësi them ndoshta sepse në arsimin nëntëvjeçar nuk është se kanë njohuri të mëdha për profesion, dhe kjo është ajo që ne bëjmë çdo ditë duke sqaruar nxënësit dhe prindrit se çfarë ofrojnë të gjitha drejtimet e shkollës tonë. Regjistrimet kanë filluar në datën 6 korrik. Për fatin e mirë dhe për shkak të nevojave të mëdha të tregut, është vendosur që regjistrimet e arsimit profesional të vazhdojnë pa ndërprerje deri në besojnë në datën 30 shtator, po dhe aktualisht sot që flasim, regjistrimet janë të hapura dhe do vazhdojnë të jenë të hapura deri në fund të shtatorit. Dhe kjo bëhet që t'u japin mundësinë të gjithëve për të regjistruar në arsimin profesional për arsye të kërkesave të mëdha të tregut punës dhe të asaj se çfarë ka arrin një nxënës pas mbarimit të shkollës profesionale. Sipas Boçit, tregu i punës është i hapur për të rinj që zgjedhin arsimin profesional, ndërsa kërkesa për profesionistë të kualifikuar vijon të jetë e lartë. Pikërisht kjo mundësi për t'u integruar më shpejt në tregun e punës po orienton gjithnjë më shumë të rinj drejt arsimit profesional. Në kur flasim termin fuqi punëtore nuk ekziston, sepse shkolla jonë nuk nxjerr fuqi punëtore, shkolla jonë nxjerr profesionistë, nxënës të cilët kanë të drejtojnë, janë përgjegjësa teknik të profesionit përkatës dhe mund të kenë biznesin e tyre apo të drejtojnë të tjerët në punë, po tregu i punës ka një mungesë të theksuar të gjithë këtyre profesionit të shkollës tonë. Unë mund të jap vetëm një shifër. Fin kantieri me të cilin ne kemi firmosur marrëveshje dhe i cili do prodhoj anije luftarake në ish bazën e Pashalimani, kërkon brenda 2 vjetësh 500 specialistë të profesionit të shkollës tonë. Gjë që duhet që shkolla në këto të punoj 4 vite rresht për të plotësuar numrin 500. Ata i duan që vitin e ardhshëm dhe pa folur këtu për tregu në rritje, në Vlorë çdo ndërtim që bëhet se s'bën duhet të jenë profesionet e shkollës tonë, pavarësisht se ndërtimi bëhet për turizmin, po baza është profesionet e shkollës tonë, edhe mirëmbajtja gjatë funksionimit të hoteleve, resorteve është prapë e nxënësve të shkollës industriale, e profesionet të kësaj shkolle, plus aeroporti që do filloj, portet, riparimet, shtimi mjeteve detare, mjeteve toksore, planet e qeverisë shqiptare për të dërtuar në Vlorë 2 pika të reja, një për mjetet toksore dhe një për mjetet ajrore, siç po bëhet Pashalimani për mjetet detare. Të gjitha këto bëjnë që njerëzit më në fund të jenë ndërgjegjësuar për shkollat profesionale, për zgjedhjen e një profesioni, i cili të siguron jo vetëm një punë pas të mesmes, dhe jo vetëm punë, po një biznes pas të mesmes, po të hap të gjitha rrugët për të vazhduar në shkollë të lartë. Shkolla industriale pavarësia synon kështu jo vetëm formimin arsimor të nxënësve, por dhe përgatitjen e profesionistëve të rinj të gatshëm për t'u përgjigjur kërkesave të tregut të punës.